Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Kjo është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Do të përcjellim ngjarjet e zhvillimit të ditës përgatitur nga Departamenti i Informacionit. E nisi fillimisht me titujt kryesor. Tre orë qëndroi në spitalin e Durrësit Altin Doci derisa u aratis. Prokuroria po kërkon të gjejë nëse ka shkelje edhe në qëndrimin e një të akuzuari për vrasje dhe organizat kriminale në një burg të sigurisë së zakonshme siç është ai i Durrësit. Pas skandalit të aratisjes, ndihmuar edhe nga policët që e lanë pa pranga 33 të burgosur të tjerë me rrezikshmëri, u transferua në burgjet të sigurisë së lartë, përfshirë shkreun e bandës së Durrësit Lulzim Berisha. Gjyqtari i apelit të GKK Florian Kalaja ka dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nenin 265 të kodit të procedurës penale që flet për pezullimin afateve të paraburgimit, kur të pandekurit bonon qëllimisht procesin. Gjyqtari kërkon shfuqizimin e këtij neni që sipas tij nuk lejon penalizimin vetëm tek abuzuesit, por edhe ndëshkon të pandekurit e tjerë të përfshirë në dosje, duke sjellë edhe zbaritje të procesit. Në Shqipëri pritet të rishikohet së shpejti. Kryeministri Rama tha në konferencën me rektorët e universiteteve se drafti i ri do të hartohet edhe me ekspertizën e institucioneve të arsimit të lartë. Sfidë për universitetet tha se mbetet ndërkombëtarizimi, ndërsa premtoi kampus universitar edhe në Durrës. Shqiptarët mund të vizitojnë lirshëm Shtetet e Bashkuara edhe pas 21 janarit si turist, garanton ambasada amerikane në Tiranë, e cila thotë se kategoritë që preken nga vendimi përfshin ata që duan të bëjnë bashkim familjar, bashkim me bashkëshortet amerikan, aplikuesit e llotarisë amerikane dhe punësimin. Aplikimet dhe intervistat për të marrë vizë emigrimi do të vijojnë, por jo pajisja me vizë. Ato që janë dhënë deri më tani nuk revokohen. Euro që qarkullojnë si donacione dhe sponsorizime në Shqipëri, qeveria ka gati projekt inxhinieri që synon të ndajë filantropizmin e pastër nga tentativat për pastrim parash dhe ndikim të palishëm. Projekti i hedhur për konsultim publik premton transparencë për çdo qindark që hyn në sektorin publik, duke ndaluar sponsorizimet nga bizneset e duhanit, alkoolit dhe bixhozit. Gjirokastra ishte ndër qarqet më të prekura nga moti i Kish, ku disa banesa u dëmtuan si pasojë rrëshqitjes së dherave. Mes tyre është familja Basha me 6 anëtar në fshatin Valare, e cila ka mbetur e pastre dhe apelon për ndihmë. Ata tregojnë tmerrin e momentit kur dherat u shembën dhe i pushtuan banesën. Bashkia tha se sapo të miratohen fondet nga qeveria, do t'u jepet edhe dëm shpërblim. Përplasjet në Iran duket se janë ndërprerë, ndërsa autoritetet kanë nisur një valë arrestimesh masive. Departamenti Amerikan i Thesarit njofton për sanksione të reja kundër udhëheqësve kryesor iranian përgjegjës për shtypjen e protestuesve. Sanksione shtesë kundër regjimit po përgatitet edhe Bashkimi Evropian. Mbrëmjen e sotme në kërkesë të Washingtonit pritet të mblidhet Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën e Iranit.